Në Milano, dek, s'ka futbollat. Qa po më kanë të në për futbollat italian, por zoti, do të Torino, do Genova që mes zërë ekzistojnë. Arrova Lecce. Lecce, Parma, Venezia, Verona, që për levë, po e tybe, pues, Koma, paramenoni me në ekip Koma. Sunderlandi, paramena. Inzaghi më në ka shtipisën të Të Salernitana, të Pescara, të Palermo's bëne gore, Apo që ka Barcelona, që ata trofej që ka fitu Milano në Champions League, në kohë që thojnë këta në topi leshtë, halosën be kalon në Champions League. Jo, kur u konë Milano, në atëherë unë të jepi dojë Ligë Itali, që atëherë u konë Ligë, tashtë. Para më nëtash Milano, së në shkon as në Evropë, ku shkon në Evropë? Qëfar të drejtë që këni ori Liga Italisë? Po që ka ti bëhesh tash, a e proces? Leci, për fituar me qënë se pas e studiu mirë shkollën e Barcelonës. Me Realin? Po. Qa më thonë? Reali kështë shumë mungesa, me thonë drejtën, por ajo përsia shpejt e Realit pak nga befasoj, por që mirë që pështoj me atë rezultat. E ka meritu Barcelona se vjetë mendoj plotësisht titullin kampion. Dhe është trofeju dyta, mas Kupa del Rey, kështu që... Akoma si ka zyrtarizu vetëm edhe një fituarit të të? Po, është një sezon, në qo se fiton La Ligën, është një sezon mendoj shumë i mirë i Barcelonës. Ka një tardhme shumë të mirë, sepse ka lojtarë shumë të ri nga akademia, edhe kjo e bën Barcelonën që tjetë ajo Barcelona që ka qenë me Iniestën, Xavin, Busquets e tjerë, Messin, kur e kam krahazu njerë në Europian, jam i ne amal me Du të patë metë në qafë. Me Messin kanë thonë, qysh e krahazën. Gjithë ditë është tu përmisu, shtetar jashtëzakonisht i mirë. Vetëm se Messi është Messi, Lecë. Pa, Se kitë marak nuk mungut, diskutohet ajo punë. me ta rikujtu. Nuk diskutohet ajo punë. Messi është Messi, por që ka pretendime për më bëhë si Messi, i ka gjitha rrugët ose gjitha sinjalet për më bëhë si Messi. Messi ka posë që të mu është fitu më se Ja, po, u konë ma ndryshe, por që kjo është lejtar që përmisohet gjithë ditë, edhe mundet me kop diçka ato që ka posë Messi. Barcelona ka një tarë me 2-3 vite e arshme do tjetë shumë e fort, sepse ka lejtar të akademisë që janë vërtet me potencial të madhë. Po, mirë, do të kalojmë tek një temë tjetër, shikues të dashur, duke ditur se ndeshja Shqipëri dhe Serbi të zhvillohet me datën 7 qershor, pra do të jetë një ndeshje mjaft e rëndësishme për kombëtarën shqiptare. Siç merr vesh emisioni Dueli Sportiv, kjo ndeshje mund të zhvendoset të zhvillohet në Elbasan Arena për shkaq të sigurisë mirë, po akoma nuk ka asgjë zyrtare